imagjino, do më thonë, ne dje kemi qenë duke përgatitur për të parë Kupën e Botës, ndërkohë ai maste parametrat e frymarrjes në ujë. Tash kush futbollist në këtë po Ronaldo? Jo, nuk është një zgjuar si madhe kjo. Një njeri, jam dakord, një njeri që s'ka rini. Ma thoj rinin e Ronaldo, të them rinin e Ronaldinhos. Më thoj kush është rinia, ka para, po mirë më mbaj parat. Edhe 45 vjeç do me luajtë futboll, do servite 3 herë në ditë. Ronaldo s'e i pasur. Nuk lindi i pasur, nuk lindi i pasur. Nuk lindi shumë i varë. Lutem, nuk është ne gjë, ai është vetëm një vullnet që ka ai për veten e tij. Po kush e ka tjetër? Sepse... Po le ta mbajmë, unë po them s'ka rini, ma gje rinin e atij. Po diskutojmë ai po e mban, ne këtu jemi duke diskutuar aty që se arrim dot asnjë. Pse se arrin? Kush arrin? Po jo, me historia flet ndryshe, vinë breza sa të duhet. Po ja vetëm tash po folet për Haalandin, që ka shpejtësi, ka edhe pak sa arrin. Jo, nuk është Haalandi në gjurmët e këtyre. Sigurisht, po këtë po them. Pasi afrohet Mbappéja fare, Ronaldos. Gjithë diskutimi ky ka qenë Ronaldo apo Messi dhe ato bile se kanë mbështetur njëri tjetrin gjithmonë dhe Ronaldo ka thonë që kemi shtyrë njëri tjetrin dhe kanë respekt sepse ky është profesionisti. Një garë për neve që e shohim nga Golltuku, sepse ata respektojnë edhe kërkojnë më të mirë nga vetja. Çdo personazh i famshëm, çdo gjeni, jo vetëm futboll, por në art, kulturë, piktor, skulptor, brenda genialitetit vet, ka edhe këto deviacione që quhen. Pra, foli për George Bestin, Ermalin, fillim, Batman, ai kishte ves pijen. Pra talent themi ne me ves. Një talent. Cruyff kishte pasion golfin, kështu që mund të lindë edhe një finale europiane për të luajtur për të shkuar me çunat luante golf. Ishte gjeni. Messi ka genialitetin tjetër në fushën e lojës, por nuk është Messi luan PlayStation me çunat. Nuk është si Ronaldo që preferon ka qef të ketë dhe projektorët mbi vete dhe ka atë pasionin për të qenë gjithmonë on top, pra tjetë me servitje. Pra, çdo gjeni në çdo fushë ka brenda vetës ka dhe pak ato deviacione. Si solli zoti ty, Maksi, ku që t'japës, na marrësh ne, na mërzisësh me pyetje gjithë kohës. Kemi 21 vjetë që dëgjojmë për Messi, nuk u lodhe ti unë e gjithë... Gjithë bota se lodhe, ka drejt dhe keq. E çuditi botën me futboll. Pak më shumë me Ronaldo, në edhe se janë mërzitur. Me të dy, s'kam të përsërit, asë një të dy janë madhështor, por ka një gabim të dy. Në futboll, lojtari më i mirë dhe njeriu më i mirë duhet di se kur duhet të tërhiqet. Këto të dy nuk e kanë bërë tërheqjen atëre kur duhet. Kuptove që du me të thëmë? Tashi, Ronaldo... Ishe dakordi që Messi mos t'ishte në këtë botëror? Messi mund t'ishte më shumë 20 minuta, 30 minuta, apo 20 minuta, sepse më shumë sforcon veten. Ronaldo e nxori veten shumë keq. Me preshin në ndeshjes fundit finale, besoj që Messi në gjithë ndeshjet e tjera ka justifikuar prezencën e tij ndryshe nga Ronaldo. Edhe pjesa tjetër, Messi 5 kilometra bënte. Ai gjeniu i më s'ka po aqej po. Ai gjeniu atje i dha Zoti komën, i dha Zoti trunin që lëviz më shpejt se çdo njeri tjetër në fushë, edhe boni ato që boni, se po t'ishte mos t'i kishte këto cilësi, po t'ishte si Ronaldo për shembull, do ishte edhe ai ishte robotik. Nuk ka, kështu që për ty